الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allah në lartësuar e falënderojmë, salavat e selamat pejgamberit alayhi salatu wassalam na dërgojmë. Allah na bëft sinqert në fjalët, veprat edhe lëvizjet tona, ja Rabb, Allahumma amin. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me dersin e fundit rreth ambicieve të larta të besimtarit, dersi i fundit, domethënë për të vazhduar pastaj me sinqeritetin edhe disa nga rregullat e tij, pra jemi duke folur në librin Edukimi i shpirtit. Kemi thonë se ambicjet e larta, besimtar duhet me pas ambicjet larta dhe e dini ju se Ibn Qayyim ka thonë me ambicjet larta njeriu është në gjendje me bëm jam mësy një kodër me shkull pi venet. Po ashtu Khalid ibn Walidi kur ka shkuar me ushtritë e veta ka thonë po të vim me ushtri, të cilët e dojnë vdekjen më shumë se sa ato t'ju që dojnë jetën. Ka thonë nuk kim mundësi ti me sfiduni një popull një ushtri të cilët e dojnë vdekjen më shumë se sa. Kjo është ambicie. Kjo është ambicie me jetu për Allah, me marrë frymë për Allah, me vdek për Allah, me jetu për Allah. Prandaj Sheh Ibn Bazi ka një fjalë rahmetullahi alayhi thotë të jetosh për Allah është më zor se sa të vdesësh për Allah. Sepse të vdesësh për Allah është çast. Vdes një herë për Allah 5 minuta edhe ama të jetosh për Allah 50 vjet, 100 vjet, kjo është marrën. Duhet me pas ambicie për më konë gjithmonë në rrugt të Allahut. Këtu i kemi nga Shehu rahmetullahi alayhi edhe disa thone që nuk do t'ju vënej shumë për shkak të rrethanave të kohës që i kemi. Thot Ibnul Jauziu rahmetullahi alayhi dije se thot prej gjërave më të rëndësishme që njerëzit e humbin pa e vumanën është koha, humbja e kohës. Thot me bëmi a ditë vlerën, me shfrytzu që duhet nuk kishin me humbi. Jo dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Disa në njerëzit dy gjërave nuk ja din vlerën, kohës lirë edhe shëndetit. Mashallah. I kemi provu me raste të dyja. I kemi provu. Kemi pas momente kur kemi dasht 5 minuta mi pas kohë të lirë, ose gjysore veç pak me vu kryt me pushu, s'kemi pas kohë. Kemi thonë, la ilaha illallah, ja Rasulullah, ti nuk flet nga hamendja. Edhe kemi pas raste kur na është paraqit në një smundje qastit, se alhamdulillah, akoma jemi mosha treja që nuk kemi aso smundje, kur ke thonë, la ilaha illallah, sa mirë shneta, se kom di vlerën, ose s'pja di vlerën. Ibn Jauziu ka thënë për gjërat që më të pakujdesshëm janë njerëzit kjo. Çka ka përmend? Thot, a keni haru që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë, cilën shënon Imam Tirmidhiu, thot, kush thot subhanallahi al-azim, i mbillet një pemë në xhenet. Vllazëni. Pse mos më thon këtë fjalë? Tuneti, pejgamberi alaihi salatu wasallam me një gjelse, me një naje. Të edhe tërë, 100 herë ka thonë astaghfirullah wa atubu ilayh. Çka dëgjon? Tuneti. Ibadeti për më të mirëve, ibadet i cili nuk lyp kur far kosto, kur far përgatitje, as nuk lyp abdes, as nuk lyp nuk lyp ka kibla, as ku e diçka, në gjitha format mundesh me e bë. Ka ardhur transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kujtu Zotin në të gjitha format, në të gjitha gjendjet e tij. Patë abdes, patë gusull, më saktë që ki drejt me përmend Allahun xhelle shanuhu. E pse mos me, për shembull na kemi njerëz të cilët ju mungon kjo. Prej shtëpis niset edhe shkon në xhami 5 herë në ditë edhe kthehet prej xhamis 5 herë në ditë. E ka për shembull 5 minuta xhamin. Edhe në gjendje me prit një shok, me shku me shokin, me kthy me shokin, me bë madhe, çka tha filoni, çka tha fistike, apo e gruan e filonit, ka shkruaj më ashtu, çka fistikit, ku i shkon, po më duket çështu, ato dedikohet ato mohabetet edhe shtifjet, nuk është në gjendje për shembull. Tash po bëj një pyetje, ju mos më thani, jepni mu përgjigje, jepni vetes juaj. Ti prej shtëpisë tonë deri në xhami, sa minuta ki rrugën? Bon ki se dish. Po sa hapa ki rrugën? Bon ki nuk e din edhe këta. Po sa herë me thon la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir e ki shtëpinë? Sa? Valla 30 herë prej shtëpisë deri në xhami. Po sa herë subhanallahi wa bihamdihi? Po sa herë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim? Që është hadithi i fundit të Sahih al-Bukhariut, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fi al-mizan, dy fjalë të lehta për gjuhën, të rënda në peshojë të Allahut, habibatani lir-rahmani, të dashura për Rahmanin, për Allahun. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Këto fjalë la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah wa atubu ilayh. Shton që prej dhikreve më kryesore. Sa herë ti pi shtëpisë deri në xhami, mundesh me thonë çet fjalë. Sa herë prej xhamis deri në shtëpi 5 herë në ditë nëse vjen. Sa herë a ke provu ti me thonë la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ti me çet formë pa u gut ose pa thonë shumë ka dalë 100 herë mra, për sa minuta thosh? Nuk e di. Dhe më thonë
na jemi në gjendje me humb kohën për ditë, në punë me shku për ditë, edhe mos me bën një dhikr të caktuar të cilën ti ke më thonë, lidhu për një dhikr. Nëse s'munësh krejt, shfrytzoje. Sot isha me këtë vëllaun Mazdrekës, na jetëm ra muhabeti, ja thonë, na tha s'folim me miliona, si ata në që rindo në për tavolina, ka 50 cent në gjep që i kanë ose 1 euro një kafe, edhe folin me miliona, do tipa që japin vetës nalë, thosh jo, këna me fol dhe na me miliona, sot këna me fol me miliona. Tha qka, thash, kazoj, ullëm, thash ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 2 rekat sunet sabahit, janë më të vlefshme, se sa dujonja dhe qka kanë ta. Thash ti e multi miliarder, se veç një herë që e falë 2 rekat sunet sabahit, apo flasëm e na me miliona, po me milionat Allahu Gjellëshanu, me matematikën e dinit tonë. Pra, sa ka mujt njerëzë më ju ikë suneti sabajt, sa më ju ikë suneti drekës, sa më ju ikë farzi sabajt. Ti dhe më thonë, je milioner, nëse ti din me shfrytzu ibadetet, i bën Xhauzi thotë mas shumë ti që njerëzve, i koha është koha ajo që ikë që nuk ja vën menën, sikur me thonë Subhanallahil Azim, po ju millet një pemë në xhenet. Pse Allah nuk e bën një gjatë tillë? Pse nuk e bën një gjatë tillë? Me shfrytzu çdo moment, çdo ulemat e moshëm, kur i kanë rënë ata lapsat që i kanë prej, që kanë drunit edhe i kanë ngjyrën edhe kur kanë ardhur mysafirët i kanë ka pas prej tyne që ka marrë dorën kështu edhe ka bë dhikr kur ka pas mysafir. Astagfirullah. Edhe kanë ngu mysafirin, astagfirullah. Dorën gojë që mos më paj që po bën dhikr. Provojeni një herë. Me tash mos tham se mos po dikush të specian bidat. Merri një par elektronik. Provojmë rana ditë subhanallahu ve bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayh. A di sa më herë kimë thon? Thjesht është neglizhenca jote që nuk e shfrytëzon të një ibadet. Ose ka vllazë të cilët voziten nëpër Kosovë, domethënë makina që çojnë mall poshtë nalt. Sa dhikrin mund me bëj. Shfrytëzoni kohën e vllazni. Pashallah nuk kthehet më mbrapa. Kur nuk kthehet. Andaj thot sa njeri i hub orë të tëra nga ky problem shumë i madh. Gjithsesi, po i kryj shpejt. Thot Imam Ahmed rahmetullah alayh, çdo të mirë që e shihni, vraponi me u bë hise, me pas hisën ta. Çdo të mirë. E shet që punoi që një xhami, shko vrapo për me bën të mirë. Me dhon 5 euro valla. Nuk u të thon dikush me dhon shumë. 5 euro jepi, po dihet ti te xhamia Vlashës, o punoj xhamia Vlashës. Ti ke dhon valla 5 euro. Nuk ka hajrat, nuk ka vepër e hajrit që e bën komunën e Prizren ti që s'ke marr pjesë me 50 cent. A mund është me bë? Imam Ahmedi po thotë çështu bën. O shtunëreq filan xhamia, shko çoj 5 euro. O shtunëreq tu botu filan libra, shko çoj 1 euro, 50 cent. Në përmana më herët. Ka dhon vajza vogël. I ka marrë, i ka dhon centat. Për shkollë që ka pas me ble kifle, përmana në një ders, tregun vëllezër. Në Gjermani. S'ka ble kifle, ka shkuj ka dhon parët. Me që ato e kanë zerë një material, veç pse ka ronë në vendin e duhur, ndoshta ka qenë sinqerte, a i fëmi, klasën e 5-6, s'ka ble i që, 20 cent, 30 cent, 50 cent, sa bo një kifle, që të merri për xhami që po. Kër i kanë tregu tregimin e saj, njëri kalon, ka pas 1.000 euro me pagu, ata i kanë thonë që 1.030 cent, se qëto ne ka ba me në gji, që i fëmija, me t'i dhonë ty për xhami qka, fëmija ka thonë që 1.000 euro të theni, 30 cent veç koni majtë. Sa një kifle, 30-50. Ka marrë material dhe më thonë 1.000 euro me inspirimin e 30 cent, 50 cent. Bane, Imam Ahmedi po thotë, nga një ku ka veprat hajrit, bëni pjesë ati hajrati. Besa kërë dhe nëse s'ki pare, motiva. Mu njoni njëherë ku kam qenë në shkollë fillore në klasën e 6, kam fillu me shku me mësu, edhe ma i vogël, për në 6-ën, aj fillova me mësu shkronet edhe sot nuk është gjallë, rahmetullah alej, edhe më tha mu, mëso tha se kishte paraj. Tha, që s'munët tha me të shkollu bobajt, na tha s'keme të lëmë pa të shkollu. Unë u gëzova. Motivoj. Deri kërë këm kry fakultetin ma shamit, kur pëm një mërë sot, kur pëm një mërë nesër, kur s'më ka një mu. Por,
më ka thonë motiv me qatë fjallë. Allahu Azza ka qenë më mirë se sa me më pas një mund dikush për njerëzën fjallë. Zoti ka qelu tas vetë nuk e di se si. Se Allahu Azza ka planet e veta më të mira se trupit. Por një fjalë e mirë të motivon. Ne nuk po themi që kur ta premtosh mos më marrë, është tjetër mesele. Por se nëse s'mund me bukur motivoj, mos thuj ti nuk ban. Kishte një person në xhamin ton, fshatin ton që kur vishin djem të ri në xhami, ai e përdorki një strategji. I ku i e filani? Kjo po ja nis më fal. Sa ja kanë nis para te se ti, edhe ti e lash si ata tjetër, një 2 javë dhe lash. I demoralizoi që si mirat të sonin grusht, nuk ka u diçit ke. Djem të ri, pse i thua ashtu? Pse ja u motivin djalit të ri? Pse? Edhe ma boni një njën i thakë, që kjo thamë ka shkatru. Edhe për në me Allah namazën e djallë. Bonë motivu se Allah, merë pjesën hajë edhe nëse s'ki mundësi me pare. Tjetra, thët, në Koran përmenet në disa vene, edhe në surën Yasin, edhe në disa surë tjera, ku ka qenë pejgambert Allahut Azza wa Jall të bë davet edhe kanë ardhur njerëzit prej skajt qytetit edhe kanë ndihmuar pejgamber dhe kanë motivuar pejgamber. Ka pasur tjetër rast Musa alayhis salam kur ka ndashur populli vet me këta faraonin me parin me nxon Musën me myta, ka ardhur njëri prej skajt Medinës edhe ka thonë Musa ikse faraoni kështu. Ulemat kanë thonë këta njerëz kanë qenë ambicioz, nuk kanë thonë jemi larg këtu në Arban atje. Edhe a diçka Allah i nimoft. Jo kanë nga ka hajre. Me i tregu Musa a.s. edhe Musa që ka bon? Ka ik. Kur ka ik Musa a.s. ka shku taj qyteti Medjenit, e ka gjithë nusën, është martu aty, ka net 10 vjetë, është bë pejgamber, o këthy me këshillën e kuj, me fjallën e kuj, një inspirim të një besimtarit që ka qenë aty në mesin e Paris. Dhe më thonë, kur ambon ambicioz nëse një vla, e ka një telashe. Edhe këto pja u thëmë me plot përgjithësi dhe shumë kujdes aman për Zot Zotit. Kur ta ka një besimtar një telashe, kur gjë nëse nuk mundesh me i thonë, qaja një mesazh, dhe thuj unë jam me ty. Kur nuk të lënë vetë, të më kesh parasysh. Në shtë asmuj me bo kur gjë, por kjo është motiv i madh. Kjo është motiv i madh. Kjo është ambicia një besimtarit. Thot një fjale urtë islame, gjatë rrugtimit edhe sprovave tua, kretë qyrin pjanash, ku ke mrin ti, aty në malje, të në gjitë për pjetë. Kur të afrohesh aty vetë që ke mrin në koder, po thot, ajo urtësia, po thot, dhvjan ma vonë një mesazh kur të mrish në koder aty. Tingling, a jemi mirë Shabana e lodhë, mos e kthe përgjigjen këtyne. Nëse s'ka shkru ma herët, a jetu lodhë që jetu në gjitë, s'ka shkru, mas i kem rria atje nalë, mos e u kthe përgjigjen këtyne. Mos e u kthe. Se mas i kem rrinë sukses, ata po dojnë tash mu bojnë senek në suksesin të një. S'ka është. Vazhdojmë tjetërën. Një prej djetarëve ka përmen, thët Muhammed ibn Ahmed ad-Dabbahi, është një prej ulemave, subhanallah, thët, veç kër e ke pa ata, ka inspiru fizionomia ti, shikimi ti, serioziteti ti, se kjo është njeri ambicioz. Njeri ambicioz. Të ndërru vëllezër, na kemi mashallah vllaznit të cilët janë ambicioz në gjitha drejtimet e jetës. Normal nuk mundesh ti më koni pari në çdo drejtim. Por në çato që ke zgjedh, mos e hiq dorë, pasha Allahin. Allahu ka lënë një rregull, ligj është i natyrës. Më kuptoni pozitiv, kur tham ligj i natyrës. Ligj i Allahut që ka lënë natyrë. Ligj i Zotit në natyrë. Ai i cili është ambicioz dhe nuk hek dorë, çtu ka më mri. E kemi përmend se ky është deri si 3 apo i 4 ti për ambicje. Pasha Zotin Allahu ja mundson me mriç atë. Na kemi një prej vllaznive i cili ka qenë, domethënë, pa thënë këtu katonar që i kallt për me mrit diku në artet marciale, në mbrojtje në afërt të seneve. Allahu subhanahu edhe ai, edhe unë që më kon pjesë e rrugtimit të tij, që ditëm na ku kam rrit, çish Allahu zeli ka çel, bam, me ky e thirr, ai e thirr, ky ja jep këtë diploma, la ilaha illallah. Çka kjo? Se ti ke pas synim, Allahu nuk ta çon mundin kot, Allah nuk e çon mundin kot. Po ti duhesh me pas synim, ti duhesh më fokusu, me thonë që kjo është drejtimi jam edhe kry, ka më mrinë qëtu. Ebu Bekr Siddiku radiallahu anhu, ja ka vu synin pejgamberit alayhi salatu wasalam, hijretin me ta.
Nuk është të rejke Abu Bekri dhe pejgamberi a.s. kër ka thonë, majnja dy deve se ka shkujë Abu Bekri ka blemat mirë ati, ka ushqy. Ja Rasulallah, e sohbe, shoshnime ty pëdu. U kryja jo, me kanë tjetër për pes teje. Me kanë, ambicje ka pas. Dhe ju e dini se, rëktimin e pejgamberit a.s. gjanën një herë, gjanën një sekundë, gjanën një historinë, gjanën një ngjarje që pejgamberi a.s. nuk cekët një historinë islame, shkoj i vetëm. Gjanën një. Abu Bekr, shkoj pejgamberi s.a.s. me Abu Bekrin. Hypi në Uhud pejgamberi me Abu Bekrin. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Shkojnë këtë betejën pejgamberi s.a.s. me Abu Bekrin. Shkun këtu, erdhën aty, u bën këto, Abu Bekri, pejgamberi, Abu Bekri. Njerë ambicioz, e kalon vetën vetë vakëf lillah për shërbim dinit islam, pejgamberit a.s. Kanë ndek kretë kanë ndek ata. Parë se ai që ka pas ambicë, vllai, ka met punë ati, u kry. Kretë din me pushu, kretë din me fjetë, jeta në shkurt shfrytëzane. Ka shku një djetarë, një nëzasë dijes të Imam Ahmed ibn Hanbali dhe ka thonë, e ka pa shumë të angazhumë, ma ne i kënej me derse, me libra, me sene dhe udhës talebët të e vetë e tjerë, i dini ma ulemat e mëdhaje dhe ka kanë shku të i pyt, të i interesu. Edhe i ka thonë kjo kërë ka pa. Thëtur na, Imam Ahmedi Hoxha dhe thotë, ka marrë thot veç me të pyt një pytje, prej Khorasanit, me 100 kilometër, me deva në koma që shka një zatë dhe. Tha urnave, djali mirëve. Tha am kalzanoj Imam Ahmed, tha, kur ka tha rahat lëk për besimtarë, ose për ty në këtë rast. Ka kesh Imam Ahmedi. Thot, për besimtarin në rahat lëk ka veç kur ta ven kamën në gjenet. A ditë, ty do këtë shumë fjallë, po Allah një me knasës në gjenet. Jo, nuk e ka vetëm qëtë qëllim. Qëllimin e ka se ti dush më kanë ambiciaz, kur mës më rahatu në dunja. Kur mës më rahatu në dunja. Nëse me ndonë se në dunja ka rahat lëk, ti e ke mashtru vetën e vetë. Allahu e ka zbrit Ademin a.s. në dunja për ta dënu, Allah zmi. Kuhën, në gjenet. Bani gabimin, dhe në dunja, dënim. Në këtë botë nuk ka, po ta shtu ti, filanit pishkojnë punët mirë, edhe aja është në sprovë. Edhe pse pishkojnë punët mirë. Sprova ti nuk e dim çfarë është, ndoshta çajo mirësi është sprove ti. Sprovë. Veç në ditën e kiametit dalin në shesh realitetet, kënë e ka sprovu Allah me pare, kënë ka sprovu me fukarallë. A me mendu që ka rahat lëk në dunja s'ka, e çka bëna ambicioz? S'ka, me laps, me letër, prej djepit deri në varr, Imam Ahmedi ka thonë. Edhe para fundit, u ka një djetar, Abu Dawud e Ta'i më falni, subhanallah, nuk kish hangëraj, kur s'ka hangër buk, gjithë ka hangër për sheshës. Edhe i kanë thonë, mirë, gjithë po të shumë të hangër për sheshë, në shpet e diqka lehtë. Pse ka thonë nuk kanë në i gjellë në herë me buk e seneve. Thotë e kumë provu, edhe thotë më ka marë kohë me hangër buk, ka dalë me gjellë, mësë me hangër për sheshë, më ka marë kohë sa mi lexu 50 ajetet Kuranit. Thotë vallaj s'kam vakt. Pigrahi ma shpet për sheshë. Krap edhe qu, une me ty ka 2 saat rrim kafe, ka një kafe pim, la ilaha illallah. Kemi vakt, qysh më na kemi vakt, qysh më na hupim kohën. Allah i na drejtoft, Allah i na uzoft neve. Edhe, po, e tjetëri ka shkuj, ka thonë të njëjtit, ka thonë, hoxhe feneha, në shpitë të e ke pa një tra, ata drunët tra, jenë konë moq me ato shpijat, si tash po gredat që po themi. Tha, të kish kris, tha pasha zotin, që 20 vjetë e kum leket shpijet e në të kur s'kum këshyrë për pjetë, se s'kum pas vakt më marrë me qisisane, me këshyrë trane që aty, drejtarja që aty, ka mërë burë, tha këni vakt me këshyrë këto sene. Shqyqër që s'kan jetu ata në kohën tonë. Para me ndët 2 saat na folin për felgat e kjerave. 2 orë. Allah na falë, Allah na përmesot. Edhe fundit, thot Habib Abu Muhammad, një prej djetarëve, thot, la taq'udu firaga, mos rrini brekat. Fa inna al-mauta yatlubukum, sepse vdekja është ju njek. Kjo është e rëndë pak. Mos rrini badjava o burra. A dini që vdekja është ju njek, veç njerëzën, ku ta ngjete nuk lëshon
mos se hupni kohën këtë. Nuk po thonë që mos më nejtë, më ratu. Kur të ratu është, filla bën dhikër. Medita Allah. Unë për shamu, shpesh e këmë thonë vllaznive, këherë në alem, i në rejsë kënë ardë, këherë i në rejsë kënë ardë. Thëmë që shka më konë dita parë për ti në gjenet. Edhe mundona unë me ato qefët e mija, halal dhe me, pse nuk nalesh me meditu? Dita parë në gjenet, ti me. La ilaha illallah. Vdekjat janë, banë dhikër. Je nalë me pushu pak, me meditu, dil, këqër, me nda. Qka mu june? Me dalë një për mi qytet, në periferin naltë, qyteti poshme, thonë, ja rabë, qka mu më konë një dobishën për këtë met? Qka mu më konë? Qështë mu jo zëtë ti që mund me këshullzu mundinin ta nën mi ba shërbin që ti i meti. Me pas gajle që ose akrabat, ako mujtu në kretë kushëreve mi gjallarve, dajve, halave, tezeve, mi oqukën e liber të akides në shpijat e tyne. Mos rëni këtë, sepse vdekja ju vjetë shpejt. Allah në përmësot. Të dashë vëzër kaqë për sot, këto e në më thonë tema apo kapitulli i ambicive, Allah në përmësot dhe në falët